Por të lutem, nuk po them unë jo. Por personi është arrestuar, pa diskutim. Nuk pa e shkarkon kryeministri se po i teket, se do. Nuk pa e shkarkon Këshilli Bashkiak. Tani, interpretimi edhe diskutimi, ha debat, ha diskutim. Dhe nëse do të rrim ngurtësisht ashtu siç mendon ti, unë apo kush do tjetër, që thjesht do të ngelim aty që për sa kohë rri një person, një kryetar bashkie, shkon në burg, deri kur të vijë vendimi i formës prerë, shërbimi qytetarëve thuaj se bëhet zero. Është zero, ta shpjegoj, do më lesh do hyj vetëm. Kjo do të jetë qasja. Tani vazhdojmë te. Vazhdojmë te që thash në fillim. Gjykata kushtetuese përsëri është me vonesë, miku im. Nga dita e sotme i thuhet 22 ditë, e se një ditë të bie si 2 ditë gati, me 31, 22 ditë të tjera, të për 3 javë të tjera e një ditë, 3 javë të tjera. Pse gjykata kushtetuese e ka të pamundur të mbledhë ditën e hënë, të mbledhë ditën e martë? Të japi rrugës është kushtetueshmëria, e shkel ligji, është dekreti, rrezon. Pse e shtyn kohën? Pse krijon ambullin? Pse krijon debatin? Apo ndoshta ka qëllime të caktuara? Do ta them Të lutem, edhe qëllimi i caktuar është kjo. Themi tani, po bëj avokatën djallit. Nuk u rrit rroga. Jo se kujtohet, se kërkota 7 milion, 8 milion lekë një gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Dhe që u trojë qeveria nga që nuk u votuesi do shumë i cilësuar. A është ky një presion që i bëhet qeverisë tani me që i ka vota, 84 vota, gati që të rritet rroga antarëve të gjykatës kushtetuese, 8 milion, 9 milion sa ka